Pas një muaji, 5 vjeçari nga Lipjani u largua nga kjo hapësirë spitali. Gjendja e tij shëndetësore u stabilizua, e kështu fëmia nga Janjeva e Lipjanit, i cili u keq trajtua nga prindrit e tij, u lirua nga klinika e pediatrisë në QKU. I njëjti nga sot detutje do t'jetë nën përkujdesin e qendrës për punë sociale në Gjakov. Për këtë rast që tronditi opinionin, është dorëzuar së fundi raporti final te Ministria për Familje. Ministri Andin Hoti thotë se bazuar në gjetjet e raportit u konstatua se në këtë rast fajtore është QPS-ja e Lipjanit, por edhe institucionet e tjera andaj paralajmëroi masa ndëshkuese. Është një propozim ndaj kryetarit të komunës së Lipjanit që me qitë në masa disiplinore të gjithë stafin e qendrës për punë sociale që është në Lipjan, dhe këtë kemi me bo. Duke mos dhënë më shumë detaje për shkeljet e tjera, Hoti po ashtu tha se janë në pritje të disa hapave që po ndërmerren edhe nga institucionet e tjera. Në momentin që bëhen do koordinime me policinë e Kosovës dhe verifikohet kjo që e thash, po unë nuk mundem mës me marrë sepse një fëmijë sot është në spital me nuk shpjegoj krejt, po me gjymtyr të dëmtuara për fajt e dikuj. Kështu që dikush këtu do të më marrë përgjegjësi pra. Djali 5 vjeçar ishte dërguar në gjendje të rëndë shëndetësore në pediatri, ku mjekët kishin konstatuar plagë të thella në të dyja këmbët. Për shkak të keqtrajtimit nga prindrit, ai mori trajtim mjekësor në kujdesin intenziv pediatrik. Për 2 prindrit e tij, me vendim të gjykatës themelore të Prishtinës, ishte caktuar masa e paraburgimit. Ndërkaq, 6 fëmijët e kësaj familje janë marrë nën përkujdesje nga qendra për punë sociale në Lipjan.